Top Albania Radio, she's on air. Kthehemi përsëri të dashur miq të She's on Air dhe me Penitën tonë të dashur. Jemi këtu prej fillimit bashkë edhe po i shkojmë thellë e më thellë çdo lloj gjëja. Ne patjetër donim të dinim pak edhe ana ke ndjekur te Big Brother i Shqipërisë patjetër. Në tërësi, patjetër dhe tek ne, po dhe tek Brikena, pasi ju të dyja vini nga shteti i bukur i Kosovës, kështu që duke qenë e tillë, çfarë kanë qenë ato opinionet e tua duke na parë prej jashtë. Po, ju kom ndjek, keni qenë vetvetja, edhe më keni pëlqy, ju kom suportu. Faleminderit shumë. Është i raport që po takohemi, për ndryshe shumë të mira. Për Brikena po, shumë gocë e mirë, nuk e njoh personalisht, më ka pëlqy karakteri i saj Big. Si të zhdukur loja e saj? Loja mirë, e ka ruajtur privatësinë e vet, u ka ndoshta pak më shumë e rezervume, po mendoj që s'po di, më ka pëlqy. Kjo Brikena arriti të shkojë deri në gjysmën finale dhe meqense ti e ceke që ka qenë pak e rezervuar. Mendon që e penalizoi kjo gjë? Mund të shkonte edhe më larg nëse nuk do ishte kaq e rezervuar. Jo, mendoj që në fund gjithmonë ndodh një padrejtësi, që ka ndodhur edhe me mua, njëjtë edhe me Brikenën, edhe më janë shumë keq edhe për to edhe për veten. Kështu që mendoj që mendoj se ja mori vendin Mateo? Nuk e di, me të kallëzu drejtën nuk që e kum përcjell shumë, edhe pse e kum pas ftesën edhe me hi, kur kum dalë prej Bigut Kosovës. Jo më kanë shumë ngarkuar me gjanat mia, to ja marr veten me projekte, kështu që nuk di çka të them. Thjesht po voli për Brikenën që më ka pëlqyer si personalitet, edhe për padrejtësinë që e ceka. Kështu që çka tjetër kompliment. Në raportin e dashurisë që ata kanë pasur, se është komentuar goxha gjërë, në fakt dhe besoj se askush nuk ka sikur një herë të paktën ka dëgjuar për këtë raportin, Brikena Mateo, që nisi në fillim fare pak kështu sikur Brikena nuk donte, u zbut gjatë rrugës dhe përfunduan bashk. Në fund fare Brikena doli, Mateo kapi finalen. Prandaj dhe unë se ka që ndoshta kjo padrejtësia u bë nga Mateo, mendon? Nuk e di. Po në raport gjithçka një lojë, që do me thonë nuk ju besoj shumë gjërave mrena, po dashuria është shumë e bukur edhe ata dy janë shumë një çift. Po pikërisht, a mendon se është e mundur të biesh vërtet në dashuri në një format të tillë? Duke folur edhe nga është shumë e vështirë, ndoshta mundesh me pas simpati, edhe me mendu që mundesh me pas jashtë diçka mrena, jashtë diçka më shumë. Po dashuri një dashuri të përsosur, të pastër. Faleminderit. Është shumë problem. Benita është në të paktat në fakt që e thotë të gjën, sepse kush është brenda në Big Brother, kush e ka përjetuar, thonë që është shumë e lehtë të dashurosh aty brenda. Edhe unë mendoj që është izoluar. Është e lehtë? Është shumë dinamike aty loja. Edhe aty më shumë e kanë mendjen te loja, menoj lojtarët. Ka njëherë hin loja dhe dashnia, apo kuptojnë. Mandej nështë ti bjen dashni të e lutë lojën, apo e kuptojnë. A mund dashni reale jo. A mu kur dalin jashtë, mandej nuk e di, aty që ka pojnë. Aty vërdetohet. Po në moderim të këto parena, i ke parë ndo pak të dy? Në moderim, po, janë shumë të mirë, edhe kam shumë simpati për ta, sinqerisht. Shkojnë shumë me njëri tjetrin, nuk mujna me mohu. Me aq sa ne dim, kështu na kanë thënë që janë bashkë, po ata e dinë se çfarë bëjnë, se në fakt kanë zgjedhur të jenë shumë të rezervuar në marrëdhënien e tyre. Megjithatë ne urojmë të jenë bashkë, për sa kohë, siç e kemi thënë edhe herë tjetër, për sa kohë që mund të ketë dashuri midis tyre, pse jo të jenë bashkë dhe të jetojnë të lumtur në jetë të jetëve. Tani kthehemi pak tek eksperjenca jote brenda në Big. Me cilën nga banorët ti ke ndarë shtëpinë ruan ende kontakte? Po ka disa, është lëndrimi që kam kontakt, Dolce, ka edhe disa tjerë që s'po më kujtohen për momentin, po ne kom cikë edhe me një video. Mos e bësh atë Bugatin dyshën me lëndrimin. Ti po do me gjesh shumë fjallë sot, po nuk po kërë folë. Unë tani inicialin e dua. Inicialin e bashkëpunimit. është nështë takë qa që gjikon? A bureni bërë, që në stilë gjikon? Kur te mund na bëri fjalë kryq fare. Kryq tani nuk e dim, na ka thënë emër mbi emër, ana ka thënë vetëm emër. Lëndrimin që nga kurioz. Tani u mërzita. Doja të shifja në fakt lëndrimin dhe Benitën. Nuk e dihet me lëndrimin, na dy e kena karrierën përpara dhe bashkëpunimet s'kan munduar kur, kështu që po për momentin nuk ka diçka që po gatuhet me si. Kena fol diçka, kena diçka ndërmend, po tek shirem. Po, ti nga furra do nxjerrësh një bashkëpunim me dikë tjetër.
K ose C, ruajeni këtë. Ke bërë realisht ke bërë fjalë kryq. Tani, na përmend lëndrimin. Po tjetër ke ndonjë personazh që shkon mirë? Po, unë zakonisht, më me thanë që bigu kry, luja ka përfundu, edhe nuk kam qef me i pas raportet me kërkon të keq, respekti gjithmonë ka me ndodh, prej, do me thanë, këtë banorët kanë respekt për meje, edhe me ata që se kom që mirë, nuk kam qef me unë do keq, po unë në big du me cek që nuk jam hipër me kriju shoqni raporte, do me thanë raportet e mija shoqnore i kam jashtë, po nëse më kam bet me dikon raport si me lëndrimin dolqen që ka puti, pse jo me full ka njerë edhe me u taku. Po Eliona me Claudin keni rastisur në një me njëri tjetrin. Na, si jap marketing. Si jap vlenë. Okej. Këto prije. Ja. Po nëse të përmend Tonin dhe Ludon. Toni Ludo? Respektut. Okej. Cili nga djemt e edicionit tënd të dukej më simpatik dhe mund ta konsideroje për një marrëdhënie? Të edicionit të Kosovës. Besoj asnjëri. A ka qenë ama ndonjë ish banor me cilin ju brenda keni qenë shumë të afërt dhe këtu jashtë është zhdukur çdo lloj gjëje? Po, ka pas. Që do me thonë mrena ka pas personalitet tjetër, kur u dal i ka ndru komplet personaliteti, kjo u kam për mu wow. A ka ardhur në humbjen e kontaktit? Po, komplet. Po. Që do me thonë, Dhe çfarë ka ndryshuar më shumë në personalitetin e tyre? çdo sen. Pra kanë qenë komplet një person tjetër brenda dhe jashtë shtëpisë. Total. Do me thonë, mrena kishin këtë fytyrë tjetër, jashtë fytyrë tjetër edhe se di. A të surprizoi ty kjo gjë se në fakt ti duke shumë me prerë kur flet për eksperiencën e Big Brother dhe ti thua që unë e di shumë mirë që aty është lojë, kam lënë gjithçka aty brenda. Të surprizoi kjo gjë apo ishte disi e përgatitur që disa nga persona që të shkojë mirë mund të mos shkojë mirë jashtë? Unë i kom pas disa persona që kom mendu që kena me pas një raport mirë, s'kom kriju nuk jam hipër me kriju raport, po kur po heshem rana, po menojshë që kime pas një raport mirë, po kur dola mandej, kur thash, wow, ajo më kanë mëron në qatë bega jo, ndroj komplet sistemi, po prap menoj që Zoti t'i largon njerëzit për një arsye. Cili është mësimi më i madh që ti ke marrë nga kjo eksperiencë? Pra kur kthen kokën mbrapsht dhe shef veten aty brenda, çfarë është më e mira që ti ke marrë eksperiencës tënde? Më e mira është që i kom njoft njerëzit, mos me i njoft njerëzit veç nga paraqitja, nga atë role që i luajnë. Do me thonë ka pas shumë mrena që e kanë luajt një person që nuk janë vetvetja. Unë jam një person që nuk mbajnë përshtypje kamerat, jam kjo që jam, edhe nuk hezitoj për asgjë hiç. Kështu që më kam mësuar që do të më njoft njerëzit shumë afell, edhe mos më ju besu shumë. Fitoria e lëndrimit. Po. Ishte një fitore e merituar sipas teje? Lëndrimi po, e kom cik që e ka meritu fitoren, e kom cik edhe mrena bek që u ka një vetmi që e ka pruat harmonin mrena shtëpis kur ka pas negativitet. Kështu që po, menoj që e ka meritu. Prap na erdhi ora. Më vjen shumë keq që shkëput, po shumë shpejt një shkëputje të vogël publicitare dhe rikthehemi përsëri.